Përshëndetje miqtë e mi nga do që jeni. Uroj të jeni mirë. Sot kam sjellur si temë mirënjohjen. Për çfarë duhet jemi mirënjohës dhe pse duhet jemi mirënjohës. Që më mëngjes kur ne hapim syt, jemi mirënjohës për shikimin, për dëgjimin, për ndjesitë tona, për shijen e ushqimeve. Jemi mirënjohës Zotit që na I ka dhënë këto. Kur dalim nga shtëpia për të shkuar diku në punë me pushime, mund të na jepet një mundësi e re. A do ta lëm këtë mundësi? Jo. Jemi mirënjohës Zotit apo njerëzve për çark që na I kanë dhënë këtë mundësi dhe përpiqemi ta kalojmë këtë sfidë, sepse kjo do t'rregojë se sa të Zotit jemi ne dhe më vonë do na bëjë të lumtur që e kemi kaluar këtë sfidë. Jemi mirënjohës për natyrën, jemi mirënjohës për zogjt, jemi mirënjohës për dashurinë që na japin njerëzit tanë, apo shoqëria, apo të njohurit tanë. Jemi mirënjohës që I kemi pranë, sepse nëse nuk jemi mirënjohës, nuk do ta kemi këtë dashuri. Mirënjohja është çelësi I suksesit. Dhe unë jam shumë mirënjohëse mentores time, sepse ajo me shpjegimin që më dha, kuptova që duhet ta filloj këtë biznes. Dhe ky biznes më ka lënë kaq shumë mbresa nga pozitiviteti që ka për qark shoqëria jon, sa dua me gjithë shpirt t'ia tregoj edhe të tjerëve se sa vërtet shoqëri e mirë jemi. Përpiqemi gjatë gjithë kohës, jo vetëm të ndihmojmë njerëzit të krijojmë biznesin e tyre, por të jemi gjatë gjithë kohës pozitiv me njëri tjetrin. Prandaj dhe jam shumë mirënjohëse Zotit që ma solli pranë mentoren dhe më ndihmoi të eci në këtë rrugë. Mirënjohja është çelësi I suksesit. Përdorini atë në jetën tuaj. Tregojuani njerëzve se sa mirënjohës jeni për të mirat që u bëjnë. Dhe do ta shikoni që do t'ju shpërblehet e mira. Kalofshi një fundjavë të mirë dhe uroj të jeni mirë me shëndet. Mirupafshim herës tjetër nga unë Margarita.